Do diskutojmë tani edhe për përgatitjet e bizneseve shqiptare në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian, por njëkohësisht edhe standardet që duhet plotësojnë, sepse paralelisht AKU-ja ka nisur përgatitjet për auditimet e quajtura DG Sante në fushën fitosanitare. Ne më gjërësisht do diskutojmë me sipërmarrësin zotin Alban Zusi, njëkohësisht kryetari i shoqatës së eksportuesve shqiptar. Zoti Zusi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë dita. Ta nisim me standardet që duhen plotësuar. Ne kemi diskutuar edhe me herët, edhe atyre kur u zhvillua një takim mes administratës doganore dhe bizneseve në lidhje me mënyrën se si duhen ndarë kostot, fillimisht kostot që nevojiten për të rritur standardet. Është bërë ndonjë hap përpara në këtë drejtim deri tani? Në fakt, hapi parë duhet bërë nga administrata le të themi gjithë sistemi, gjithë piramida e Ministrisë Bujqësisë, duke përfshirë brenda dhe dy agjencitë e saj, AKU dhe AKVMB, të cilët duhet të qartësojnë eksaktësisht se çfarë është për të bërë, t'ju thojnë bizneseve se çfarë kanë për të bërë, dhe pastaj mbi bazën e një analize në terren të nevojave që i kanë bizneset për të përshtatur me këto standarde, atëherë i duhet bërë një diskutim dhe konsultim me ministrinë dhe me gjithë qeverinë, për të parë se cilat janë kostot e kësaj përshtatjet, të cilat në të gjithë vendet e lindjes që sot janë pjesë e Bashkimit Evropian janë ndarë me shtetin, pra ka pas një mbështetje të fuqishme publike për të plotësuar ato standarde, sepse nuk është se janë kostot ulta, janë kostot goxha të rëndësishme, dhe duhet ndryshuar mentaliteti që i këtë punë do ta bëj biznesi, është detyrë e biznesit. Jo, biznesi është një punë vetë, është duke punuar. Kemi vendosur, është marrë një vendim politik që të integrohemi në Bashkimin Evropian dhe kjo ka një kosto. Bashkimi Evropian jep para për këtë punë dhe duhet kuptuar qartë që këto para do shkojnë edhe për biznesin, nuk janë vetëm për administratën publike. 1 miliard euro nuk do shkojnë vetëm për administratën publike, do shkojnë edhe për biznesin. Është biznesi ai që duhet përgatitet? Është pikërisht biznesi. Në radhë parë duhet përgatitur administrata. Në radhë parë është administrata ajo që duhet përgatitet, sepse problemi jon kryesor është tek administrata. E kam thënë gjithmonë, tashmë e pranoi publikisht edhe kryeministri me dhimbje, por shumë mirë që u pranua, sepse po mos pranohej pastaj nuk do kishim shpresë që jemi në rrugën e zgjidhjes. Por u pranua që institucionet tona të sigurisë ushqimore nuk janë gati për të përshtatur me standardet e Bashkimit Evropian. Natyrisht është një lajm shumë i hidhur për të dëgjuar, por nga ana tjetër është një opsion shumë i mirë për të përmirësuar sigurinë ushqimore, të cilët të gjithë e kemi shqetësim. Dhe me këtë rast do bëhet një punë shumë e mirë, besoj, për të bërë. Absolutisht është e mundshme. Unë nuk jam absolutisht krejtësisht kundra që duhen 5 vite mbas 2030-s për të plotësuar standardet e sigurisë ushqimore. Standardet e sigurisë ushqimore mund të plotësohen brenda këtyre 2 viteve. Pra edhe brenda 2026-2027 mund t'ja dalin. Absolutisht mund të arrihen standardet e sigurisë ushqimore bazike. Pastaj për të përmirësuar, për të arritur gjëra edhe më të larta, ajo mira s'ka fund, por ato bazike që kërkon Bashkimi Evropian arrihen për 2 vjet. Por kjo kërkon që qysh sot të fillojnë të vihen tullat në vendin e duhur. Nuk mund bëhet me ato njerëz të cilët nuk e kanë bërë për kaq vite. Ato njerëz janë pengesë, ato kanë një mentalitet problematik dhe duhen njerëz të ri me mentalitet të ri për të drejtuar dhe për të orientuar këto lloj procesi. Në këtë mes padyshim që edhe AKU-ja, zoti Zusi, ka një rol mjaft të rëndësishëm dhe vitin e kaluar madje u pezullua si institucion, u tha që do të riformatohet, u tha që do të ngrihet një komision nga Ministria e Bujqësisë, por gjithashtu edhe Universiteti Bujqësor i Tiranës. Në mendimin tuaj, si duhet funksionojë jo vetëm AKU-ja, por gjitha institucionet e tjera që merren me sigurinë ushqimore, nga bimaj derisa shkon në tavolinë? Duhet bërë një reformë të tërë. Kur kam qenë zëvendësministër në 2015, unë kam pas dorëzuar një platformë për një reformë të tërësishme integrale të sigurisë ushqimore. Sistemi i sigurisë ushqimore ka nevojë për një reformim tërësor, ku të gjitha palët e interesuara dhe bashkëpunuese, le të themi, në këtë proces, të jenë pjesë e këtij sistemi. Sistemi duhet lidhur me njëri tjetrin në mënyrë të tillë që
kur diçka nuk funksionon, hallkat e tjera të pengohen edhe ato në punën e tyre. Pra ka nevojë për një reformim në radhë parë konceptual. Ky është problemi i parë. Së dyti, ka nevojë për një transformim spakull të pjesës drejtuese të këtyre institucioneve, të cilët pastaj të fusin frymën e re tek pjesa zbatuese. Në qoftë se ne nuk bëjmë transformimin konceptual të sigurisë ushqimore, duke kaluar tashmë nga fakti që 200-300 inspektor zyrtar duhet vendosin sigurinë ushqimore për 2.5 milion shqiptar, në konceptin tjetër ku specialist autorizuar, funksional edhe një sistem softwareik i përshtatur për këtë punë, ta bëj këtë punë, ne nuk kemi për të pasur siguri ushqimore. Pra nuk e bëjnë dot këto 300 veta. Pra duhet funksionojnë sistemi, zoti Zusi, sepse jo 300, po edhe 3.000 jenë është e pamundur të kontrollosh çdo produkt që shkon në treg. Absolutisht. Në fakt duhet jetë paktën një 10-15.000 veta që punojnë, të cilët ka njerëz në Shqipëri, ka njerëz të diplomuar. Universiteti Bujqësor prodhon çdo vit student të cilët shkojnë e punojnë kamarier, të cilët fare mirë në kuadër të një sistemi të reformuar mund të jenë ato menaxherët e autorizuar të fermave, të fabrikave, të industrive, të qendrave të bukullimit. Po, jemi në lindë drejt zoti Zusi, vetëm ekrani duhet kthyer pak. Jemi duke diskutuar në lidhje me standardet që duhet plotësojnë bizneset shqiptare në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Zoti Zusi, jemi në rregull, mund vjoni. Në rregull, po. Pra, duhet jenë një 10-15.000 specialist, veteriner, zooteknik, agronom, teknolog, laborant, inxhinier kimist, inxhinier biolog, të cilët duhet jenë në terren duke punuar pranë stabilimenteve, të cilët duhet të ndjekin këto stabilimente, të cilët mund të kenë edhe një pjesë e tyre, mund të kenë edhe funksione pjesore publike, pjesën dhe funksione të tjera private, të cilët duhet të raportojnë dhe i gjithë sistemi publik duhet jetë duke monitoruar sistemin e specialistëve të autorizuar dhe të punësuar pranë këtyre njësive që furnizojnë. Ti nuk mund të marrësh sot një licencë për të ushtruar aktivitet në fushën e ushqimit, cili do qoftë ai, në qoftë se ti nuk ke një specialist si drejtues teknik. Atëherë, si mundemi që të mbjellim me 10 hektar pa pasur një drejtues teknik? Si mundemi që të prodhojmë e të mbashtojmë bakti, të prodhojmë qumë, mish etj. Pa pasur një drejtues teknik? Si mund ta bëjmë këtë punë pa detyrimin që këto njerëz të kenë për të raportuar siç duhet etj. Me këtë nuk dua të rëndoj biznesin, absolutisht, përkundrazi biznesi në sajt të këtij sistemi do kam shumë përfitime. Sepse do ketë më shumë përfitime, sepse këto njerëz duke imponuar zbatimin e ligjit, në fakt do të ndihmojnë bizneset për të qenë më produktiv dhe për të qenë më të sigurt në produktet e tyre, sepse në fundit rregullat e sigurisë ushqimore që ky rrjet specialistësh do të kërkojë të imponojë dhe të zbatohen në treg, në fundit shërbejnë pikërisht cili do fermer, supermarrës, kushdo qoftë ai, që ofron produkte për konsumatorin, të përmbush standardet, të ketë një produkt më të besueshëm, i cili pastaj edhe të shitet edhe më shtret, pse jo. Zoti Zusi, në mendimin tuaj, kjo kosto si duhet ndahet? Kostoja e integrimit në Bashkimin Evropian, pra çfarë do thotë për bizneset tona, sepse nuk është vetëm mundësi, por në anën tjetër është edhe konkurrencë me ashpër. Kostoja për arritjen e standardeve është një kosto që në fillim nuk prodhon. Pra është thjesht kosto. Dhe në qoftë se ne do të kërkojmë t'ia lëmë vetëm bizneseve, ne në fakt do t'i mbysim ato. Ato nuk kanë për t'i bërë. Do të jetë vetëm një pjesë e vogël e tyre që do t'i bëjë dhe ne pastaj do të na kthehet problemi bumerang, që nga dashuria e madhe për të hyrë në Bashkimin Evropian do themi çfarë i bën vetes për të hyrë në Bashkimin Evropian, sepse 70-80% e bizneseve do na falimentojnë dhe edhe ato që do ngelen këmbë nuk do kenë konsumator. Sepse kjo pjesa tjetër do ngelen pa punë, s'do kenë para ose do ikin jashtë shtetit. Kështu që, siç ka ndodhur në çdo vend tjetër, nuk kemi sepse të bëhemi në vendi i parë, e them këtë e theksoj sepse kam dëgjuar disa njerëz
në funksione të rëndësishme politike që thojnë ne nuk do japim lek biznesit, ato lek që do na japi Europa për standarde do i përdorim për nevojat tona shtetërore, biznesi le t'i bëj vetë, le t'i bëj me kredi. E gjithë Europa lindore i ka dhënë para biznesit madje edhe deri në 80% fonde falas, sepse të bësh një impjant, qoftë për sigurinë ushqimore, apo për mbrojtjen e mjedisit, apo për sigurinë punë etj. Këto janë investime kolosale, të cilat biznesi nuk i nxjerr dot vetë me një herë në treg, po edhe banka nuk financon. Europës. Dhe banka nuk i financon, dhe banka edhe po të financoj banka që të nesër në kërkon që ti t'ja paguash ato para mbrapsh. Kështu që nuk kemi pse shpikim rrotën, nuk kemi sepse jemi original përsëri, siç bëjmë shpeshherë ne në këtë punë, duhet t'i japim biznesit atë çfarë ai ka nevojë në masën më të madhe të mundshme, në mënyrë që plotësimi i standardeve të mos jetë një barë për biznesin, por biznesi ta shohë plotësimin e standardeve si një oportunitet për të prodhuar më mirë dhe për të futur në tregje më të mira, dhe ato para që i ka t'i shpenzoj për të gjetur tregje të tjera në Europë, po jo për të paguar bankën për investimet që i bëri dhe në të njëjtën kohë mos ketë mundësi me gjetë tregje të reja, me dalë me produkte të reja dhe më bë më kompetitiv. Sepse në qoftë se të gjithë këto kosto do ja kalojnë biznesit, atëherë biznesi ka shumë gjasa që do humbasit, sepse natyrshëm që kjo kosto do kalojnë koston e produktit. Dhe duke rritur koston e produktit do humbasi konkurrueshmërinë dhe do falimentoj pastaj, në qoftë se patëm frikë se do na falimentoj për mungesë të standardeve, do falimentoj pikërisht për shkak të kostos së standardeve, se s'do jetë në gjendje të konkurrojë. Pra në të dyja rastet ne do e mbysim biznesin. Nuk duhet konkurrosh vetëm me produkt cilësor, duhet edhe certifikuar që ai produkt është cilësor. Duhet certifikuar, duhet hapur tregje, sepse ne vërtet do na hapet tregu i Europës, shpresoj, me datën 1 janar të 2030-s. Por nuk është se ti tu hap tregu i Europës dhe të nesër në shkon në Europë. Po, absolutisht. Duhen vite që ti të bëhesh gati për të hyrë në tregun e Europës. Por ato që nuk kanë eksportuar asnjëherë. Sepse nuk është thjesht të shkosh atje me një produkt dhe të thosh unë kam këtë produktin 10% më lirë. Nuk funksionon kështu. Që të shesish në Europë është një proces besimit, është një proces kualifikimit, jo thjesht i certifikimit, siç themi ne shpeshherë, një proces teknik auditimit. Por në radhë parë duhet kualifikohet biznesi, duhet kualifikohet biznesmeni që është mbas atij biznesit. Është ky i besueshëm, s'është i besueshëm. Ka garanci, ka qëndrueshmëri. Pra është një raport partneriteti që krijohet për të hyrë në Bashkimin Evropian. Nuk shkon ti, me qenë se unë tani kam të drejtën të eksportoj djath apo sallam në Bashkimin Evropian, shkon me 1 kg djath atje, ja jep për kampionaturë, e provon ai edhe thotë që e ka djath i mirë, sa e keti e ka më lirë, dakord, hajde fillojmë punë. Duhet të jesh edhe i qëndrueshëm që atë sasi që e çon për një periudhë caktuar duhet ta çosh, sepse kërkesa është konstante. Ta qosh gjithmonë më të njëjtën sasi, sepse pastaj aty han penalitete, sepse në qoftë se ajo kompania ka një kontratë me rrjetet e supermarketeve dhe nuk e plotson, ajo han penallti dhe gjitha penalltita kalon ty. Efekti është zinxhir, si në furnizim ashtu edhe në penalitete. Po. Por ato nuk preferojnë me shku në këto lloj historirash, ato preferojnë me kriju kredibilitetin, me kriju besimin, le të themi fillimisht tek furnitorit, dhe ky besim tash nuk krijohet as me 1 takim, as me 2 takime, as me 1 muaj, as me 2 muaj. Mund të duhet ca kohë për të krijuar ky besim. Dhe në qoftë se ne bizneset tona gjatë kësaj kohe që atyre do t'u marri për të krijuar besimin dhe për të filluar të shesin në vendet e Bashkimit Evropian, pra në një treg më të madh, më të mirë, me çmime më të mira. Do t'ju kemi vënë mbi fyt një barë të rënd të investimeve të standardeve, të cilat në fakt do duhej të ishin bërë gjatë viteve, por administrata jonë i ka neglizhuar, dhe tani po i kërkon gjitha me njëherë, shumë mirë thash, jam absolutisht dakord, nuk jam kundra. Shumë mirë që po bëhet ky proces, por duhet t'i lehtësojmë që bizneset të kenë sa më pak probleme kur të hyjnë në Bashkimin Evropian. Mundësisht problemi i tyre i vetëm të jetë si ta çaj atë tregun atje. Po jo tjetë edhe si të paguaj bankën, edhe si të mësoj njerëzit e personelin se si t'i përdorin këto sistemet e reja,
Sepse sistemet e reja nuk është se ti e bleve, paguve parat e vura aty dhe mbaroj historia. Sistemet e reja kanë edhe pjesën e tyre të funksionimit, kanë edhe trajnimin e njerëzve se si duhet punojnë, kanë edhe pjesë të këmbimit, kanë menaxhimin, kanë mirëmbajtjen, kanë shumë probleme të tjera. Prandaj biznesit duhet përpiqemi sa më tepër t'ia lehtësojmë këto lloj gjërash, duke mos e bërë viktime bankës, të cilat janë shumë të ftohta, janë shumë të ngrohta në momentin që të ofrojnë kredim, por pastaj janë shumë të ftohta sa po shohin që ti ke lëkundje këmbësh me pagesa. Pra le ta ndihmojmë biznesin për t'u bërë kompetitiv. Kjo është, nuk them ta ndihmojmë biznesin që të blej vetura apo të blej një shtëpi të dytë në plazh, Sigurisht. por ta ndihmojmë biznesin për të qenë kompetitiv, që të na mbajë në punë brezin e ri, të na mbajë në punë njerëzit e specializuar, të na mbajë në punë njerëzit e ditur, sepse në qoftë se ato na mbyllen, të gjithë kemi humbur. Zoti Zusi, edhe sot kompanitë shqiptare që merren me eksporte hasin probleme janë bërë më pak konkurrues pikërisht për shkak të zhvlerësimit të euros. Do t'jetë sërish i njëjti problem edhe kur ne jemi pjesë e BE, sepse do jemi në BE, por nuk do t'jemi në eurozonë. Sërish moneda jonë do t'jetë leku. Ai është problemi i vazhdueshëm, por në moment që ne të jemi pjesë e BE-s, unë uroj dhe shpresoj shumë që BE-ja të jetë shumë më tepër prezente pastaj në krijimin e stabilitetit monetar, sepse stabiliteti monetar në fakt është pjesë e stabilitetit social të një vendi. Dhe ajo çfarë po ndodh në Shqipëri është e paimagjinueshme për cilin do prej vendeve të Bashkimit Evropian, por duke qenë se ne jemi jo pjesë e tyre, po na lënë në atë hesapin ton, por kur t'jemi pjesë e tyre, unë nuk besoj se kanë për të na lënë në hesapin ton, sepse politikat Pra, s'ka problem, zoti Zusi. Po. Pra, unë besoj se duke qenë pjesë e Bashkimit Evropian, ne do t'jemi edhe të monitoruar dhe ky problem filloj të adresohet. E qartë, pra jemi duke diskutuar me zotin Alban Zusi në lidhje me detyrimet që do të ketë biznesi shqiptar, por njëkohësisht edhe masat që duhen ndërmeren për të qenë më konkurrues, sepse edhe aktualisht bizneset shqiptare po përballen me një konkurrencë, nuk janë shumë konkurrent në lidhje me partnerët evropian, sepse vjet re një zhvlerësim i ndjeshëm i euros në tregun e brendshëm, e kundërta ndodh me monedën evropiane në tregje ndërkombëtare. Zoti Zusi, edhe disa pyetje në lidhje sërish me ambientin ndërkombëtar, por që nuk shkaktohet për fajin ton. Në fundjavës kaluar, të premten dhe në fundjavë ka pasur tjera zhvillime në lidhje me tarifat. Gjykata e lartë në Shtetet e Bashkuara i anulloi të gjitha tarifat e vendosura në prill të vitit kaluar nga Donald Trump, menjëherë Trump njoftoi tarifa 10% premten. Në fundjavë tha që do të bëhen në 15%, por sipas mediave ndërkombëtare, nga e hëna ka filluar zbatimi i tarifave 10%. Ky kaos, kjo paqartësi krijon probleme edhe për kompanitë tona, sepse mund të jetë një politikë e Shteteve të Bashkuara ku kompanitë shqiptare nuk eksportojnë shumë, por kam shtypjen zinxhiri transmetohet menjëherë në të gjithë rrjetin e tregtisë globale. Shiko, edhe pse nuk eksportojmë drejt për drejt ndoshta në Shtetet e Bashkuara, por vendosja e një barriere nga ana e Shteteve të Bashkuara për vendet e tjera, po themi për Europën, ku ne kemi edhe shkëmbimin më të madh tregtar, se dhe 70% të produkteve tona shkojnë atje, dhe mbi 50% e importeve përsëri na vijnë nga Bashkimi Evropian. Një barrierë e vendosur në Bashkimin Evropian automatikisht reflektohet në tregjet evropiane. Çfarë do të thotë kjo? Në qoftë se prodhuesit evropianë blejnë produkte shqiptare, të cilat më pas i përpunojnë, i eksportojnë dhe një pjesë të tyre ndoshta i çojnë edhe në Amerikë, do hasin me një barrierë atje, automatikisht ato do kërkojnë që këtë kosto të kësaj barriere, ato t'ja transferojnë blerësit të produktit primar, kudo që tjetë ai, dhe në këtë rast edhe në Shqipëri. Pra automatikisht blerësit po themi e bimëve medicinale në Europë, që i marrin, i përpunojnë dhe pastaj një pjesë të tyre i çojnë në Amerikë,
automatikisht ato do të tentojnë që të ulin çmimin ose këto kostot ja kalojnë vlerësit shqiptar. Që do të thotë, në mënyrë indirekte, ajo kosto do të reflektohet këtu, e para. E dyta, në momentin që eksportet europiane drejt Bashkimit drejt SBA-s do jenë 15% më të shtrejta, ato do jenë më të prirur që ta ulin çmimin, po themi me 7% apo me 10% për të eksportuar drejt Shqipërisë, edhe vendeve të tjera, jo vetëm Shqipëria, se nuk është Shqipëria është bllokimi i tyre, por natyrshëm që bizneset, në vend që të shkojë të shesi me 15% kosto të shtuar në Amerikë, do tentoj të shesi diku tjetër me një kosto 7-8% më të ulur. S'ka rëndësi, por mjafton që të gjejë një treg tjetër. Kështu që edhe pse mund të mos prekemi drejt për drejt, ne do prekemi në mënyrë indirekte, për sa kohë këto tarifa do të jenë vendosur ndaj tregut kryesor me cilin ne kemi shkëmbime. Dhe njëkohësisht jemi gjithmonë të ekspozuar edhe në këtë rast, sepse mund bëhet fjalë për dy moneda që janë zhvlerësuar ndjeshëm në tregun e brendshëm. Euro së bashku me dollarin amerikan, kundërta ndodh në tregje ndërkombëtare. Kështu që dy fish më pak konkurrues, zoti Zusi. Kjo pastaj e bën problemin, e bën dramatik. Unë kam vite që e them, tashmë jam lodhur për ta thënë, sepse kam frikë se të bëhem edhe i bezdisur për dëgjuesin, duke përmendur vazhdimisht njëjtën gjë. Por përderisa problemi është tashmë problemi është duke dhënë pasojat e veta, ne i pam të dhënat e Instatit për vitin e kaluar, kemi rënje edhe të eksporteve, por më e rënda është që ne kemi rënje edhe të importeve. Kjo do të thotë se ne kemi rënje të konsumit, do të thotë që ekonomia po bie. Dhe ajo shifra që ne flasim, ai 3-4% që i GDP-s, është një shifër fallse, kote, ajo mund të jetë atje, por është një shifër që nuk vlen asgjë për sa kohë ne kemi rënje të konsumit, kemi rënje të nivelit të jetesës qytetarëve, kemi rënje të konsumatorëve, kemi rënje të pjesës më vitale të një ekonomie që janë eksportet. Pra, kemi hyrë në krizë. Kriza është aty. Ne po bëjmë si se shohim. Duhet marrë masa me urgjencë. Duhet marrë masa me urgjencë pa shkuar disa prej proceseve në pikën e moskëthimit. Ekonomitë vazhdojnë e funksionojnë. Ekonomia ka funksionuar edhe në 97, 98, kur ishin ato situatat e dimne se çfarë ka ndodhur, kur ishin ato krizat e mëdha, por natyrshëm asnjëri nuk don atë lloj funksionimit. Ne presim prosperitet, ne presim qëndrueshmëri, dhe treguesit që ne kemi të ekonomisë nuk janë as pak tregues pozitiv. Edhe një pyetje fundit, zoti Zusi, për ta mbyllur aty ku e nisëm, ju e thatë që brenda 2 viteve mund vendosen themelet për sa i përket sigurisë ushqimore, por ky 4 vjeçar, nëse e marrim të plot, mund të jetë i mjaftueshëm për bizneset në mënyrë që supozojmë do të ketë financime, do të ketë grante, do të ketë kredit buta, në mënyrë që bizneset përgatiten. Kjo periudhë është e mjaftueshme? Është absolutisht e mjaftueshme. Është absolutisht e mjaftueshme dhe unë e kam bindje të plot që në qoftë se bëhet reforma e duhur, konceptohet siç duhet dhe mbështeten bizneset edhe me grante, jo edhe me grante, po duhet në radhë parë me grante, sidomos bizneset e vogla dhe bizneset e mesme duhen mbështetur me grante. Bizneset e mëdha pastaj mund të vazhdojnë me linjat e kreditimit butë e tjerë me radhë, por bizneset e vogla të mesme duhet patjetër me grante. Por unë jam absolutisht besim plot që kjo do shndrohet në një boom ekonomik për vendin. Sepse bizneset do rriten, do investojnë, do prodhojnë më shumë, do ndërpresin në rrymat e produkteve të importit, pra do zëvendësojnë importet, do rrisin punësimin, do ketë një boom ekonomik në qoftë se mbështetet, sepse ky është sektori më jetik, duam ne, nuk është ndërtimi, nuk është as turizmi. Gënjejmë veten me këto. Ajo çfarë vlen në një vend janë aktivitetet prodhuese. Dhe në Shqipëri, aktiviteti prodhues bazik është ai ushqimor. Por edhe në për Europë, edhe në botë, pavarësisht se disa njerëz shohin vetëm një statistikë, prodhimi bujqësor thënë 1%, 2%, por po të shohësh prodhimin e ushqimit, jo prodhimin bujqësor, por prodhimin e ushqimit, pra gjithë linjën e transformimit, gjithë industrinë që është mbas
ati traktori që e merr mbas ati zetori që e merr prodhimin nga fusha dhe e çon në fabrikë, ajo mund të shkojë edhe 30%. Kështu që hiqit i Italisë, dëmtoja pjesën e ushqimit edhe shifë se ku përfundon Italia. Hiqja edhe Gjermanisë, pjesën e prodhimit mishit e gjithë cerealeve që janë të lidhura me të, dhe shifë se ku shkon Gjermania. Kështu që ne po bëjmë gabime shumë të mëdha duke nënvlerësuar bujqësinë, duke quajtur një sektor le të themi të prapambetur, jo prioritar. Jo prioritar. Ai është prioriteti numër 1. Unë nuk jam bujk, nuk jam veteriner as agronom, unë jam inxhinier, por e di fare mirë që sektori i ushqimit është sektori më i rëndësishëm për vendin tonë por edhe për rajonin, por edhe për gjithë planetin. Zoti Zusi, ju falenderoj për gjitha mendimet e sjella në studio, ditë mbar.